Jemi në pjesën e dytë të edicionit të mëngjesit këtu në Koavizion të nderuar miq, ndërsa tani është koha për një bisedë tjetër në studio. Unioni i Turizmit të Kosovës organizon këtë vit edicionin e dytë të Panajirit ndërkombëtar të turizmit Kosova 2023. Pikërisht për të folur për këtë temë kam ftuar këtu në studio kryetarin e këtij unioni, zotrin Baki Hoti. Zotri Hoti, mirë se erdhët. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Është hera dytë që ne në fakt po takohemi këtu në studio, kemi folur herën e kaluar pak a shumë edhe për turizmin malor këtu në Kosovë, ku kemi ndarë shumë informacione për qytetarët, ndërsa sot do të fokusohemi më shumë tek Panajiri. Fillimisht si po shkojnë përgatitjet për këtë edicion të dytë të Panajirit? Tash jemi në përfundim të gjitha atyre gjërave teknike të cilat duhet të kryhen për një Panajir dhe besoj që tashmë u ofrua edhe koha për shkak se data 16, 17, 18 do të jetë ky Panajir dhe po shkon gjithçka mirë për momentin, gjithçka është po mundohem në mënyrën më të mirë të mundshme që të krijojmë kushte qoftë për ekzibitorët të cilët do të marrin pjesë si ekspozues, por edhe për qytetarët të cilët do të vinë me vizitu këtë Panajir për shkak se do të ketë shumë aktivitete brenda këtij Panajirit dhe po mundohem që të bëjmë të mirën e mundshme. Panajiri këtë vit po organizohet në patronatin e komunës së Prishtinës. Lokacioni më saktësisht ku do të jetë për gjithë ata të interesuar që duan të jenë pjesë? Po, Panajiri këtë vit është edicioni i dytë i Panajirit ndërkombëtar turizmit Kosova 2023. Është i vetmi Panajir i këtij llojit, pra ekskluzivisht vetëm për turizëm. Do të mbahet në sallën 1 tetori për 3 ditë radhazi. Pra fillon me datën 16 mars të ejten, duke filluar nga ora 11 është hapja, ceremonia e hapjes së këtij aktiviteti dhe do të zgjasë 3 ditë. 3 ditë radhës. Panajiri do të jetë i hapur nga ora 10 deri në ora 17 për 3 ditë radhazi dhe në kuadër të këtij Panajiri, siç e përmendët ju, këtë vit ky Panajir është në patronatin e komunës Prishtinës. Dhe po ashtu shfrytëzoj rastin që ta falenderoj edhe kryetarin për gatishmërinë që t'i jep një vlerë më të madhe këtij Panajiri. E po ashtu edhe organizatën Swiss Kontakte, e cila gjithmonë është partneri joni, programi PPC, por edhe aktorë të tjerë, siç është Swiss Diamond Hotel dhe bizneset të tjera të cilat kanë kontribuar në mbarvajtjen dhe mbështetjen e këtij Panajirit. Mund t'ju them që dallimi në mes të edicionit parë dhe këtij edicioni është shumë pozitiv, për shkak se vitin e parë, pra edicionin e parë kemi pas dikon rreth 121 biznese ekspozuese, ndërsa këtë vit ky numër është në rritje sipër dhe kemi mbi 200 kompani ekspozuese nga 10 shtete të cilat do të marrin pjesë në këtë Panajir. Pra do të ketë për plot oferta të ndryshme, do të ketë për plot aktivitete brenda këtij Panajiri dhe vlen të theksohet që ne jemi munduar që të kontaktojmë dhe të koordinohemi me të gjithë ato biznese të cilat janë pjesë e këtij Panajiri që në ditët e Panajirit të ofrojnë një zbritje prej 15% për të gjitha produktet të cilat ata i kanë, qoftë për aranzhmane turistike, qoftë për shëtitjet, qoftë për pjesën e tureve të ndryshme, pra gjithçka që do të ketë aty është 15% zbritje. Kjo është e para. E dyta, ne jemi munduar që edhe për qytetarët, por edhe për vetë bizneset, të jemi sa më shumë aktivitete brenda Panajirit. Kemi caktuar hapësira të veçanta për takime B2B në mes të komunitetit, në mes të bizneseve, me qëllim që të shikojnë mundësinë e bashkëpunimit dhe të arrijnë sa më shumë marrëveshje bashkëpunimi. Për shkak se fokusi jonë kryesor është promovimi i turizmit Kosovës, vlerat tona. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë që takohen bizneset e Kosovës me bizneset e këtyre shteteve. E dyta, ka një hapësirë të veçantë për prezantimet të ofertave të ndryshme dhe të potencialeve të turizmit Kosovës. Pra do të ketë mundësi qoftë komuna të ndryshme, qoftë bizneset të promovojnë vlerat tona, të promovojnë asetet tona, të promovojnë kulturën tonë. Po ashtu, këtë vit kemi caktuar edhe 6 panele të ndryshme diskutimi për tema të ndryshme, të cilat qoftë për ndikimin e turizmit në ekonominë e vendit, qoftë për mundësinë e bashkëpunimit me turoperatorët të ndryshëm, qoftë me sfidat të cilat do të i ka sektori hotelerisë,
e kemi diskutuar edhe herën e fundit për pjesën e kuadrave profesional, për pjesën e stafeve që hotelet po kanë probleme sa i përket gjetjes punëtorëve, e shumë probleme tjera që po mundohemi që në kuadrit të panajiri të diskutojmë dhe të mundohemi që të sensibilizojmë këto gjëra dhe kjo është. Po ashtu, përpos asaj zbritjes që përmenda 15%, do të ketë edhe, kena mendu që edhe qytetarët jenë përfitus kësaj. Kemi një lojë shpërblyese si vitin e kaluar, ku janë dikundra 30 çmime që biznesit të ndryshme nga këto shtete do t'japim për çdo vizitor i cili do vjen me vizitu panajirin. Andaj shfrytëzoj rastin që t'ju bëj apel të gjithë qytetarëve që ta shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të vinë që ta vizitojnë panajirin në sallën jetetore pra me datën 16 nga ora 11. E qartë, kur jemi tek ofertat nga vendet e tjera, ne dim se kosovarët për shkak të liberalizimit të vizave, vendet ku zakonisht udhtojnë për turizëm janë vendet në rrethin me ato me të cilat kufizohemi dhe ndoshta edhe Turqia. Sa do të ndikoj ky panajër ndoshta në ofertat që vinë nga këto vende për qytetarët e Kosovës? Unë mendoj që panajiret janë një pikë takim në mes të komunitetit, por edhe në mes të komunitetit dhe qytetarëve. Dhe kjo është e mira asaj që kemi mbi 100 kompani nga Turqia që do të marrin pjesë këtë panajër. Kemi shumë kompani nga Shqipëria, Maqedonia, Malizi, por kemi kompani edhe nga Greqia dhe Bullgaria. Pra, këto dy shtete kërkojnë, që është përmendet edhe ju, kanë regjimin e vizave, por si do që tjetë duhet të shikojmë modalitetet dhe mundësi për shkak se veç po urojmë që nga 1 janari vitit 2024 vetëm të hiqe viza. Shumë shpejt do të jemi të lirë. Edhe qytetarët marrin informacione dhe nëse veç kanë shprehë interesime dhe dëshirojnë që të shkojnë të marrin, e kanë mundësinë që të marrin informacione të detajzuara sa i përket mundësive të vizitës së këtyre shteteve. Sa mund të ketë ndikuar zotëri Hoti tërmeti në Turqi sa i përket ofertave që vinë nga kompanitë turke pikërisht për qytetarët në Kosova? Do të kishte qenë ndoshta ky numër më i madh edhe pjesëmarrja e bizneseve nga atje këtu në panajër, nëse nuk do të kishte qenë ndoshta nëse nuk do të kishte ndodhur tërmeti? Ju dini që tërmeti ka shkaktuar dëme të jashtëzakonshme, qoftë në infrastrukturë, por edhe në njerëz. Ne po urojmë, ajo është çështje që nuk e dim as ne as kush se çfarë do ndodhë, por sidomos vendet siç është Istanbuli, Antalya, Belegu, Podrumi, këto nuk janë të prekura nga pjesa e tërmetit dhe nuk besoj që do të shkakton probleme edhe sa i përket sezonit veror, qoftë për vizitorët e Kosovës, por edhe për vizitorët të tjerë të cilët nga shtetet tjera që e frekuentojnë Turqinë. Ju e dini që Turqinë e frekuentojnë jashtëzakonisht shumë, një numër jashtëzakonisht i madh i vizitorëve nga mbar bota. Por ne përpos mundësive që po ja japim këtyre bizneseve dhe është shumë mirë që po vinë këto biznese për shkak se synimi ju në kryesor është që edhe Kosova ta ketë një panajër turizmit dhe nëpërmes këtij panajiri të vendosëm edhe në kalendarin e aktiviteteve turizmit të panajireve ndërkombëtare. Pra pse edhe Kosova mos ta ketë dhe pse ne mos krijojmë mundësi që në rand parë ta promovojmë turizmin e Kosovës dhe në rand dytë ta kemi edhe një panajër ku vinë shumë biznese nga shumë shtete. Për shkak se edhe kjo është ky aktivitet është një element shumë pozitiv edhe sa përket ekonomisë. Pra kemi mbi 200 kompani, që secila kompani vjen ka 2 ose 3 persona dhe të gjithë këta persona do të akomodohen diku në kryeqytet. Pra do të krijojnë të hyra tek komuniteti. Pastaj mos flas për pjesën tjetër ushqimit e shumë gjëra të tjera që ndilidhen. Dhe kjo është e mirë, pra aktivitetet janë ato të cilat sjellin turist Kosovë dhe lënë mjete buxhetore. Dhe panajiri përpos anës promovuese, përpos anës biznesore, takimeve, shumë gjërave tjera, është një opsion shumë i mirë që edhe të gjitha bizneset e Kosovës të jenë përfitues nga ky panajër.
E në anën tjetër nga vëllezërit tanë nga Shqipëria, a vret ndonjë rritje e numrit ndoshta të këtyre ofertave, apo edhe çmimet themi kështu, ndoshta duke qenë se jemi gjithë shqiptarë dhe në një farë mënyre mund kemi edhe oferta më të mira mes dy vendeve, nuk e di nëse ka një marrëveshje në këtë aspekt. Pa tjetër, Unioni i Turizmit Kosovës me partnerët e saj në Shqipëri është duke bërë çmos që të bëjë më të mirën e mundshme sa i përket pjesës kosovarëve, pra vizitorëve nga Kosova që do ta frekuentojnë Shqipërinë. Ne po mundohemi maksimalisht që edhe ofertat turistike për qytetarët e Kosovës të jenë të favorshme dhe të jenë në kushte normale sa i përket pjesës çmimeve, mos flas për pjesën e shërbimeve dhe elementeve përcjellëse të cilat janë në pjesën e turizmit. Për ata, ne këtë panajër, për pos shumë bizneseve të agjencioneve turistike, hoteleve të ndryshme, të cilat do të vinë në kuadër të panajëri, kemi edhe disa komunat, të cilat disa bashki, të cilat do marrin pjesë edhe si bashki me qëllim që të garantojnë dhe të sigurojnë të gjithë vizitorët e Kosovës që do të kenë një qasje pozitive dhe do të mundohen maksimalisht që të bëjnë më të mirën e mundshme që vizitorët nga Kosova të kalojnë së më mirë në këto pushime verore që do t'i kenë. E qartë, zoti Roti, faleminderit që ishte edhe sot me mua. Ishte kënaqësi nga me, faleminderit nga ju. Kënaqësi.